Kryeministri Edi Rama në takimet e tij vazhdon me batuta ku i quan burrat tifoz që janë çyryk dhe u bëri thirrje grave dhe vajzave në Kamës të bashkëpunojnë me demokratët. Rama tha se demokratët ngatrojnë politikën me futbollin. Duhet bëni çdo përpjekje që të shtoni radhët e votave të sigurta të Partisë Socialiste në radhë parë nga gratë. Në radhë parë nga gratë. Dhe duhet të punoni, bisedoni, të bashkëpunoni me gratë demokrate, të cilat e kuptojnë shumë mirë, sepse kanë shumë më të shpejt kalimin nga politika në realitet. Nuk e kanë si burrat. Nuk e kanë si burrat. Burrat kur janë tifoz, janë çyryk. Nuk shohin. Nuk shohin. Shohin ngjyrën e fanellës, ulen, pinë raki, bëjnë politikë të madhe dhe nuk e kuptojnë që në fund të ditës politika nuk është një ndeshje futbolli. Zgjedhjet nuk janë një stadium dhe vota nuk është i bilet për ta prerë që të shkosh të shohësh edhe të bërtasësh për skuadrën. Kjo është një zgjedhje për si do shkojnë të gjitha punët e mira përpara. Dhe në rastin konkret, për 11 majin, kjo është një zgjedhje shumë më e madhe se sa si do shkojnë punët përpara. Kurse në takimin me të rinj në Spillë, kryeministri Edi Rama me tone ironike tha se bufi nuk lë krevat pa hyrë. Mbase një pjesë e juaja nuk e mban mend mirë se si ka qenë Kavaja apo Rogozhina, se keni qenë shumë të vegjël. Mbase disa për jush e mbajnë mend mirë momentin kur Partia Socialiste për herë të parë mori besimin e qytetarëve të Kavajës dhe faktikisht e nxori Kavajën nga një grop e madhe ku e kishte lënë një forcë që lindi si forca e shpresës dhe që prej shumë vitesh tani më është bërë forca e të shkuarës. Forca e të shkuarës që përfaqësohet nga një individ 80 kusur që sot për fat keq sa herë flet i fiket llamba edhe ngatrohet në ato që thot Roma për Toma dhe kërkon votën për çfarë? Për çfarë?